E marta 18 marsit shënoi nisjen e pelegrinazhit në kishën e Shnandot në Laç, që prej orëve të para të mëngjesit qindra besimtar të ardhur nga qytete të ndryshme të Shqipërisë ju drejtuan këtij vendi të shenjtë, duke adresuar lutjet e tyre për shëndet, paqe dhe begati në familje. Kisha e Laçit ka bërë mrekulli të shumta, ndaj dhe kanë shumë besim te ky vend i shenjtë, thon pelegrinët, e ardhur nga qytete të ndryshme të Shqipërisë, por edhe jashtë saj. Na vim po të martë për të martë, e rekomandojmë këtë kishën e Shnanojt. Është një vend i mirë, kemi besim dhe na ka ndihmu. Neve na ka dhënë punë, të marrëlik në shtëpi, në familje. Jemi shumë të lumtur. Po për herë. Keni besim? Shumë. Për çfarë lutem? Po. Lutem për kalamajt për herë të parë, për kalamajt e mi, atëherë për gjithë njerëzimin marë. Zoti i ruajti i bekoft. Jam kënë tash sa kohë që me pateris jam. Edhe erdha. Edhe kam marrë. Erdha sa në konë, sa në makinë, erdha këtu, më rrinë. Ndjeve lodhje? Ja. Ja, kur vi këtu s'lodhem hiq, e kam shumë me gzim këtë rrugë. Një muaj. Edhe ty. Pelegrinët çdo të martë në 13 të tilla i drejtohen kishës deri me 13 qershor, ditën ku dhe kulmon përfundimi i këtij pelegrinazhi të përvitshëm. Për mbarvajtjen e ritualit fetar është hartuar një plan masash nga policia në bashkëpunim me Bashkinë e Kurbinit, ndërsa që në të martën e parë u vë re trafik i rënduar në rrugët që të çojnë drejt kishës.